أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi takon Allahu subhanahu wa taala. Mëshira Allah të qombi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Vazhdojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala me shpjegimin e librit Al-Adab Ash-Shar'iyya, rregullat shariatike, moralet, akhlaku shariatik. E autorit Muhammad ibn Muflih Al-Hanbali Al-Maqdisi, Allah subhanahu wa taala e pas mëshirum. Në dersën e kaluam përmendëm shkurtimisht disa nga dhënat për autorin dhe përmbajtjen që ka me pas libri. Dhe libri në përgjithësi sillet rreth detyrimeve ose akhlakut, moralit, edukatës së besimtarit që duhet me pas me Allahun subhanahu wa taala, edukata me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edukata me muslimanët veçanti dhe njerëzit në përgjithësi. Titulli tham se tregon shumë për nivelin e lartë të dietarit Allah subhanahu wa taala e pas mëshiru. El-adab, rregullat, moralet që duhet me i pas njeriu, duhet me i pas besimtari. Në një hadith të sakt të cilën e transmeton Imam Ahmedi, Allah subhanahu wa taala pas mëshirue, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Jam dërguar ose më ka dërguar mu Allahu subhanahu wa taala, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, li utammima, që të i plotësoj makarim al-akhlaq, rregullat morale. Më ka dërgu Allahu subhanahu wa taala me i plotësu rregullat morale. Një prej shkaqeve ose një prej arsyeve pse është dërguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është mua mësua njerëzve rregullat, edukatën se si duhet me qenë me Allahun, si duhet me qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe si duhet me qenë me njerëzit. Në aspektin praktik, kjo bën pjesë të akhlaku dhe të çështjet e jurisprudencës, të çështjet e fikhut. Por në aspektin e bindjeve bën pjesë në çështjet e akides. Për shkak se ne kemi detyrim se qysh duhet me pas edukatën kur i lutemi Allahut, qysh duhet me pas edukatën kur e falenderojmë atë, kur kërkojmë prej tij dhe gjithçka që ka të bëjmë me neve që e kemi me Allahun subhanahu wa taala. Në aspektin praktik, kjo është çështje legjislative, shariatike, por në aspektin e besimit është çështje e imanit. Edhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është e tillë, edhe me njerëzit muslimanët, edhe me ata të cilët nuk janë muslimanë, gjithashtu është e tillë. Për shkak se shpesh herë me qëllim ose pa qëllim i ngatrojnë çështjet. Dhe në marrëdhëniet ndërnjerëzore thot kjo nuk është e nivelit të rëndësishëm për shkak se bën pjesë të çështjet e fikut. Bën pjesë në çështjet e fikut në aspektin praktik, por
në aspektin e vlerësimit që sa sjellje është çështje e imanit, është çështje e besimit. Edhe shumë herë, edhe në të kaluarën edhe sot, çështjet të fikut nxjerrin nga feja. Nuk nxjerrin nga feja vetëm çështjet të cilat janë shpjeguar në lëmin e akides. Edhe çështjet të cilat janë shpjeguar vetëm në lëmin e fikut nxjerrin nga feja. Nëse duke i lehtësu çështjet, duke mos i dhënë rëndësinë e duhur, pastaj fillojnë lëshimet në çështjen e edukimit, fillojnë lëshimet në çështjet legjislative, fillojnë lëshimet pastaj ose përfundojnë lëshimet të çështjet e imanit, të çështjet e besimit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë jam dërguar për me i plotësue vlerat morale, me i plotësu. Komentatorët e hadithit kanë thonë me i plotësue për shkak se ato kanë qenë, vlerat morale kanë qenë, secili pejgamber ka thirrën këto vlera. Prej të Ademi alayhi salatu wasalam deri te Isa alayhi salatu wasalam, vazhdimisht pejgamberët kanë thirrë në të njëjtat vlera. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, si i dërguari i fundit, e ka thonë atë që të tjerët nuk e kanë thonë, e ka përfunduar. El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Thot Allah subhanahu wa taala, sa do na kompletsu fen me ardhen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me zbritjen e shpallës që ka dhënë Allahu Kur'anin, edhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ato fjalë që u kanë dashur me i thonë, ka përfunduar çështja. El-yawma akmaltu lakum dinakum. Sot e kompletsuar fen e juve. Në aspektin moral, në aspektin e etikës, në aspektin e edukatës, kushdo që shton diçka për te asaj që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka diskutim se bën pjesë të ata të cilët janë mubtediin, kanë qitë gjona të reja që si ka thonë e si ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe në çështjet e ibadeteve gjithashtu, edhe në çështjet e besimit gjithashtu. Pastaj ka çështjet të cilat nxjerrin nga feja edhe pse kanë të bëjnë me aspektin e edukatës. Ka çështjet të cilat nxjerrin nga feja edhe pse kanë të bëjnë me aspektin e fikut. Dhe ka çështjet të cilat nxjerrin nga feja që kanë të bëjnë me çështjen e besimit, e ajo që parimisht është e ditur ose duhet të jetë e ditur për gjithë secilin musliman. Kur ka plotësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mënyrën e sjelljes, kushdo që don më bëu tash më i sjellshëm se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çfarë të dosh më thonë me këtë punë? Feja islame e ka përcaktuar se si ne duhet me pas sjelljen familjet e tona. Dhe çashtu që ka thonë Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çashtu të mos sillna me ta. Me prindë, me gra, me fëmijë, me vllazërie, me motra, me gjithë. Feja e ka përcaktuar se si duhet me pas sjelljet e tona me musliman. Duhet më konë përputhje me ata që ka thonë Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe me ata të cilët nuk janë musliman. Janë edukatat, moralet, akhlaqet e përcaktuara se si duhet në mos sill me ta. E tash këtu ta japin zor më bë për te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O bas ku do më shkuti. Thanë çto që e bën ti, a ka ligjësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të formë sjelljes, ndosh t'jen ajo për skeqi, ndosh t'jen për mirë. Nuk ka më rëndësi. Vetëm rëndësi ka a ke dalë prej udhëzimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se ne nuk kem të drejtë me i gjykuar njerëzit pse na nëse kemi inati për ta, ose nëse na i dojmë ata për një diçka. Gjykimi s'bëhet ashtu, as trajtimi s'bëhet ashtu për shkak të asaj që ne e shohim si till, por do të më kthy qysh ka thonë Allahu që do të më trajtu këta, edhe qysh ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të më trajtu këta. Ka shumë njerëz që kanë mundësi me dasht për shembull vllaun më shumë se sa babën. Ama zonën s'bën me ngrit para babës, jo para vllaut. Kjo është përcaktimi që
e ka vendos Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka shumë mundësi njeriu më i dasht fëmijët e vet më shumë se nënën e vet. Ama rregulli shariatik pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu subhanahu wa taala për nënën ka thonë, për babën mos më thon as uf, as një shprehje mos më thon. Fëmijëve ja thu. Po këta na shtë du më shumë se këta. Kjo mos çështja e jotja, ama trajtimi duhet më u bë gjithsecilit çysh ka thonë Allahu, çysh ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo sa e përket edukatës me njerëzit, bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë jam dërguar me i plotësuar çto vlera morale dhe më vonë kemi më pas se si shkak që disa njerëz nuk janë mjaftu me spjegimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për vlerat, dhe kanë lyp vlerat të tjerët, dhe si rezultati i kësaj e kanë humbur edhe moralin e tyre, por e kanë humbur edhe imanin e tyre. Qëllimi kryesor i dërgimit të pejgamberëve nuk ka dyshim se është thirrja në besim. Nëse Allahu subhanahu wa taala për të gjithë pejgamberët ka shpjeguar në Kur'an se u kanë thonë popujve të tyre, ja qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghayru. O njerëz, adhuroni Allahun, se vallahi nuk keni ju Allah tjetër përveç Allahut. Abudullaha, adhuroni Allahun subhanahu wa taala, ma lakum min ilahin ghayru, se ju s'keni zot tjetër me adhurue Allah tjetër përveç Allahut. Kjo është çështja kryesore për çka ju dërguar pejgamberët. Pra, çështja e besimit. Por pastaj ka dhe arsye të tjera, rregullimi i besimit. Tamam. Pastaj rregullimi i ibadeteve, rregullimi i rregullave, rregullimi i ligjeve. Se çysh duhet me praktikuat besim, sigurisht namazi, agjërimi, zeqati e haxhi e të tjera. Pastaj rregullimi i marrëdhënieve njerëzore, se çysh duhet më sill në me njerëzit, ose njeriu çysh duhet më sill me njeriu, dhe po të bëj sikur ka thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jeta në këtë dynjë kishte më qenë e shkëlqyer. Jetën në këtë dynjë e bojnë të vështirë ata të cilët nuk ecin sipas rregullave. O idha qila lahum la tufsidu fil ard, thot Allah subhanahu wa taala, kur t'ju thuhet atyre që si bojnë, se kanë besimin, nuk e kanë imanin, nuk e kanë moralin, as me Allahun, as me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, as me njerëzit, la tufsidu fil ard, mos bëni shkatrimin tokë. Kush është të bëj shkatrimin tokë? Ata që kanë edukat me Allahun, ata që kanë edukat ligje se çish do të mu sill me pejgamberin, ata të cilët kanë ligje prej Allahut se çish do të mu sill me njerëzit ta. Nuk e bën shkatrimin këta, nuk e bën fesadin këta. Njerëzit të cilët veprojnë sipas ligjeve që Allahu ja ka përcaktuar, ata nuk ka mundësi më kanë gabim. Që tërgjosh nëse ata e shkelin, ose te kalojnë kufit, ose nuk e zbatojnë atë që ka thonë Allah, atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por njerëzit të cilët i përmban librit e Allahut, sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, veprimet e tyre të gjitha janë të mira. Ama nuk janë të mira në sytë atyre që kanë bërë zarar. Janë të mira në peshorën e mendjes së shëndosh. Asaj kur dënon hajnin thotë ta janë të këqij. Kur dënon ato që është zënaqar, ai thotë ta janë të këqij. Kur dënon ato që rrejnë ata për ata nuk është i mirë. Mirë po, realiteti është që edhe për ata është i mirë. Nëse Allahu subhanahu wa taala në Kur'an zbatimin e shariatit të Allahu subhanahu wa taala e ka quajtur jetë. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, në zbatimin e ligjeve shariatike bëhet jeta më e mirë. Jeta bëhet më e mirë për shkak se nuk i bëhet pa drejtësi publikisht kërkuj. Për shto është jeta më e mirë. Dhe transmetimin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
kur është ardhur në Mekë dhe situata ka qenë e vështirë, disa prej sahabëve, shokëve të vet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka udhëzu me u shpërngul, me shkue në Abisini, me shkue me jetu atje. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thot sahabëve, shkoni atje, për shkak se atje është një prijes i drejtë. Atje është një prijes i drejtë. Të gjithë komentatorët të hadithit thonë se ky prijes ka qenë sipas ligjeve të Isës alayhi salatu wasalam. Thonë ka qenë musliman me shariatin e Isës alayhi salatu wasalam. Dhe ka qenë i përpikt në zbatimin e asaj që Allahu ka urdhëruar me të Isën alayhi salatu wasalam. Shkoni thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te ai, për shkak se në sundimin e tij nuk i bëhet padrejsi kërkujt. Shkoni te ai, për shkak se ai gjykon sipas asaj që ka urdhëruar Allahu dhe Isa alayhi salatu wasalam. Dhe këto ligje kanë qenë në fuqi derisa ka hyrë në fuqi shariati Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Momentin që ka ardhur ligji i ri, ligji i vjetër anulohet. Por në këtë kohë ligji ka qenë në fuqi dhe ai ka qenë besimtar. Shkoni te ai, se në sundimin e tij publikisht nuk i bëhet padrejsi kërkujt. Dhe ma vonë ka ndodhur ngjarja që ka ndodhur, kanë shkuar këta mushrikët e Mekës me i marr ata, por ai nuk i ka lëshuar. Nuk ja ka dhënë, edhe pse janë munduar me ia korruptue këshilltarët. Edhe pse janë munduar me ia korruptue dietarët e fesë. Edhe pse i ka qitë në debat, urdhoni, çka keni ju, folni në të folin këta. Kur kanë folë muslimanët, për tyrve Gjafer ibn Abi Talib, vllavi i Aliut radhiyallahu anhu, mretit i kanë rreth lot, ka thonë po çka çështo është. Me çto neve na ka urdhëruar edhe shariati i Isës alayhi salatu wa salam, pra kur çdo që vepron sipas porosive, rregullave, normave që i ka vendosur Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai është në rrugën e drejtë. Bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, jam dërguar thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me i plotësue vlerat morale. Atje baza kryesore e dërgimit të pejgamberëve është me mësua njerëzve fen, ya abudullaha ma lakum min ilahin ghayruh, adhuroni Allahun se ju nuk keni zot tjetër që bën me adhuru përveç Allahut subhanahu wa taala, por pastaj në deg të caktuara ka qëllime të caktuara ardha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për tyre edhe për ata të cilët e prishin renin edhe qetësinë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e sakt ka thonë: "Bu'ithtu bis-sayf qabla yaday sa'a", jam dërguar me shpatë para se marr dita e Kiametit. Këtë shariat e ka thënë Allahu subhanahu wa taala, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shpjeguar. Pastaj çështja është drejtuar tamam ç'është duhet. Vjen dikush do me prish, ja për me prish, tash e ka dhënë qëllim tjetër për shka Allahu subhanahu wa taala e ka thënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ajo është me mësua njerëzve fen, imanin, është me mësua njerëzve moralin, por edhe me i nal ata të cilët dëshirojnë me na prish atë që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith. Pastaj thirrja që e bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është detyrë me bë dhe na gjithë secili prej muslimanëve. Do të thonë gjithë secili musliman e ka për detyrë në kapacitetin e vet me punue për fe që ka punua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ata të cilët kanë dituri, kanë përgjegjësi pak më shumë, por gjithë secili e ka përgjegjësinë e vet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith të saktë: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi", gjithë secili prej juve ka përgjegjësi diçka dhe keni me dhënë llogari te Allahu subhanahu wa taala për përgjegjësinë që e keni pas. Për përgjegjësinë personale, ai që mësua fjalën e Allahut, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai që mësua çështjet e imanit, ai që mësua çështjet e fikut, ai që mësua çështjet e edukatës.
Aja ki mësua që do fëmijëve të to. Pastaj shkon duke u rrit përgjësia në bazë të nivelit që e ka personi. Por, kur don me thirr dikan, kur don dikuj me përmirësue moralin, nëse nuk e ka mirë, dush me këshyrë një herë vetë moralin tonë, a ki mira nuk e ki. Dhe moral nuk është vetëm aspekti pastërtis në marrëdhënie. Moral është sjellja komplet. Nëse do me përmirësue dikon në edukim, do të me pa njëre edukimin për veti, që kje. Nëse do me mësue dikon për çështjet e ibadeteve, për çështjet e fikut, do të me pa njëre për veti, që kje që të mesele. Nëse do me mësue dikoj çështjet e imanit, më nalë për veti pak, se njerëzit e tjerë është kallaj me gjyku. Nëse baba jet nuk falet, është kafir. I jemi nëse s'falet, ja nuk është kafir. Tash ja janë kafirat e dytë, ja s'është asnjëne. Tash nuk shkohet çështja e fesë kështu. Nëse don me mësu dikujt edukatën, do të më ka një edukum për vete. Nëse do me mësu dikujt shariatin, do të me pas në vetën tonë. Edhe nëse do me shpjegua me mësu dikujt imanin, do të me pas imanin për vete. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala tash për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ti o Muhammed, je më shkallën më të lartë të moralit. S'ka dikush që ka pas moral edukat më të lartë se sa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ta ka drejta me mësu si cilët edukatën, se për vete e ka edukatën. Në një ajet, Allah subhanahu wa ta'ala kur flet për namazin, thot wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Urdhoni familjet e juve me fal namaz, ama dhe vet falni. Për shkak se nëse se fal vet, qysh mundesh me thon dikujna, ti me thon mundesh praktikisht. Ama efekti qysh ka më kon te dikush kur ti vet çat punë se bën ajo duhet me kry. Ose ndalon për një harami vet jetë e bën çat haram. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ti o Muhammed je në shkallën më të lartë të moralit. Shkallën më të lartë të moralit në çështjet e imanit, e padiskutueshme. Në shkallën më të lartë në çështjet e praktikimit të shariatit, e padiskutueshme. Hadithe të shumta, ngjarje të shumta. Por ne përmendim vetëm disa shkurt për me pa çish ka qenë niveli Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Tregon Aisha radiallahu anha dhe sahabët e tjerë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur nuk u idhnua për çështjet e tij personale, kur hiç. Veç u idhnua kur janë shkel feja, kur u bën diçka kundër fesë, aty u idhnu, edhe u idhnu shumë. Tash në veç do të më kthye. Për çështjet e fesë nuk idhnohemi gati më kërkon. Por çështjet personale idhnohemi me secilin. E shef njerin të bo haram, të bo kufër, të bo shirkë, të bo të nëzezat, apet është shok me ta. Që 20 vjetë s'folën me një vëlla musliman, se më ka pas shajti një herë, ako di shka personal o kja, kur gjithë s'ka, hiç s'është të rëndësishme, se ty, me ty u konë, s'ka pas një shka të rëndësishme, s'u konë me fe, s'u konë me fjallën e Allahut, s'u konë për fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është dallimi, dhe me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për çështjet e tij personale nuk i dhnoi as nuk hakmirrej kur. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në jetën e tij, e jeta e tij është e ditur në plumb dorës gjithçka, edhe mrena shtëpisë vet. Çka ka jashtë e din sahabët edhe kanë transmetuar, çka kanë mrena e kanë transmetuar gratë e veta dhe Aisha, kryesorja radiallahu anha, kret e ditur. Nuk u hakmar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çështjet e tij personale kur. Nas folëm me gjysmën e muslimanëve këtë për personale, asnjë për fe, hiç. Këtë personal. Në xhamin, saf nuk shin vetë o filoni aty. Ky edukat pejgamberike, s'ka ky edukat pejgamberike hiç. Për shkak se edukata Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë kështu. Çështja e parë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çështjet e veta personale nuk u idhnu, as nuk u hakmar kur në jetën e vet.
Kurse për çështjet e fesë nuk ka bol shime kurrë, më njëre kundërta. Në transmetim të saktë në Medinë ishte vjedh një grua e cila ishte e një fisit shumë autoritativ dhe i ka plotsu kushtet sheriatike për me quhen në gjykim. Kur shkohet në gjykim, dihet përfundimi. Dhe disa njerëz thanë, ndoshta po kuritet krejt fisi, ndoshta po bëhet problemi i madh, ndoshta po na qet faqen e zez, me shku me thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me këshyr diqysh, me a lidh kryt kësaj pune me edhe ata që dëshirojnë me ndërmjetësue të ligjet e Allahut subhanahu wa taala, është interesant se janë shumë të aftë për me i gjetë mënyrat. Kanë bërë men kun e don Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më shumti. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë e donte djalin e Zeidit, Osama ibn Zeid. Shumë e donte. Dhe do ta përmendem historinë pse e donte kaq shumë. Ishte djalë i ri dhe sa për informim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë Osama ibn Zeidi në disa transmetime vetëm 17 vjet e ka emërtuar komandant të Ebu Bekrit, të Omer ibn al-Khattabit, të Uthman ibn Affanit, të Ali ibn Talibit e të krejt sahabëve të tjerë. Duke qenë ky 17 vjet. Dhe para se munis për këtë luftë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek, dhe i kanë thonë Ebu Bekrit me këshyr me ndrua, ka thonë kon me ndru, që ato që ka nu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja, s'ndrojmë ato, dhe ka vazhdu çështja. E kanë shkuar Osama ibn Zeidit, i kanë thonë, a mundesh me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos me zbatu shariatin të kjo gru se po është fisje kështu e morja tanena. Edhe Zeidi ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka mundësi me pyet dikush pse Zeidi ja ka thonë këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Osama ibn Zeidi pse ja ka thonë këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pse ka mundësi me ja thonë? Jo, është gabim. Këshilltari duhet me ja thonë edhe ato të cilat janë të mira, edhe ato që janë të këqija, duhet me informua njeriu. Nëse je që e këshillon dikon, nuk duhet me ja dhon këshillat ose lajmet veç ato që janë të mira. Duhet me ja kallëzu edhe çka do që të vjen ty, veç do të me a thonë sakt që ashtu që shka ardhë. Jo me më shef, ja më shkoj te pejgamberi sa mi thonë unë ashtu. Këta po thonë qështu, ti çoja lajmin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tani ai e vendos, jo ti me vendos që duhet me ndërprej këtu çështjen. Edhe ja ka thonë Osama ibn Zeidi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë fjalë, edhe pejgamberi sa u idhnua çaq shumë saqë transmetuesi hadithit thotë ju kanë nxjerr fytyra, edhe u qua ka marrë një fjalim. Kjo gruaja nuk e ka vjedh pasuninë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka vjedh pasuninë e dikujna. Kto po them se pejgamberi sa nuk u hakmar kush për çështjet e veta personale, por për çështjet e fesë. U qua dhe ka fol, ka thonë pashallah, që shtyjnë shkatrua ata që kanë qenë para juve. Idha sarqa fihim sherifu tarekuhu, kur ka vjedh në një që u kon i madh, me poste me autoritet e kanë lënë. O idha sarqa fihim ad-daifu aqamuhu, kur ka vjedh fukaraja kanë prej dorën. Pasha Allahun, Fatimja, qika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me vjedh le qata'tu yadahakum ja prej dorën. Thonë kjo është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që idhnuaj për çështjet e fesë, nuk idhnuaj për çështjet e tina personale. Për çështjet e tij personale ka shumë transmetime, por një prej tyre. Një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para betejës i kishte drejtuar sahabët për shkak të rregullave të luftës dhe njëri prej sahabëve ka qenë më përpara në rresht e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka mshuar me shuplakin gjoksin e tij me shtije më bë rën me njerëzit. Edhe i ka dhimbë këtij se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i fuqishëm. Masalena pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa që i ka dhimbë edhe i ka thonë atina me bëma halal. Kjo sahabi u ka thonë ja, sahabi halal.
Na kem shu. Heke këtë shakije teshën, du më të mshu edhe unë që ashtu që më mshu vete. Mos sahabët e Ebu Bekri, mos kështu mo, do më mshu pejgamberit Allahut, Ebu Bekri, Aliu, Othman ibn Affani, Omer ibn Talib, tjerë krejt, do më mshu, do më mshu se më ka mshu. Ku na pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo punë personale. A ma kem mshu po, du më të mshu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pranu këto. Se u konë çështje personale, se u konë gjykim shariatik. E ka hek teshën e vet. Sahabia nuk e ka mshu, kjo është e ditë me ka shku ka puth pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por çështja është që ka ardhur deri çtu situata. As Ibrahimi alayhis salam nuk e ka prej Ismailin, ama situata ka shku sigurisht më pas prej. As ky se ka godit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po situata ka shku në gjykim, në dorëzim, sikur më pas mshu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kjo është njëri me moral shumë të madh. Në aspektin praktik me njerëzit, e kthehemi Osama ibn Zeidit. Zeidi, baba e Osama ibn Zeidit, duke në gjahiliet, duke mos ardhur hala Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si pejgamber, Kurejshit e Mekës e kanë zonë rob në një prej konflikteve. Dhe e ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me i shërby këtina. Familja vetë e kanë hub kontaktin me Zeidin me vite. Mas një kohë gatë, mas jenë qëtësue situatat, mas jenë pajtue fiset, e kanë lypë familja vetë se në ka hub mëtin ideale ka imin Zeid, kur e kanë gjitë Zeidit e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shërbëtor. Ka arë baba e vetë, migja e vetë, familja e vetë me marë. Mi thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sa më këtë kohë, halos u konë pejgamber, halos i ka arë shpallja. Ka nërë dhe kanë thonë, këtë robë, këtë shërptor, na po ta paguim, lirojnaj. Po çfarë do që kërkon, veç më na e dhonë se është djali juaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, po, as nuk du pagesë, as nuk du kërgja, djali është juve mërne. Veç një kërkesë, ta vetë me djalin, a do në me ardhë me juve, as dënë. Djali që si ka po babën e vetë, që 10 vjetë, se ka po nonën e vetë, familjen e vetë, tu konë në robë, i robënum, e ka arë mundësia më liru, më këthyt e familja vetë. Edhe e ka thirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Zeidin, prezencë prindve, tina, prezencë pejgamberit sallallahu, apo do më nejtë me mu, apo do më shku me prind. Ka thonë, ja, po du më nejtë me ty. Pse ka thonë, Zeidi po du më nejtë me ty? E me lonë babën e vetë, se prej qëtuit e ka marë atë epitetin në ufken Zeidi, djali Muhammedit. Se e ka lonë babën e vetë, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allah neve sot djebë në lonë babën e le për dikun tjetër, Për shka mos edukatës tonë të dur. Ai e ka lonë, nuk ka pranu mu largu prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shka, duke qenë i robnum, duke qenë shërptor, për shka të sjelljes së tij të lartë. Në shërptor tjetër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë i kam shërbyje 13 vjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur nuk më ka bërtit për diçka. Kur hiç. Ka thonë, nëse s'u kanë mirë, ka thonë që të punë ke mujt me ba ma mirë. Po na 3 ditë me mori punëtori për i bërtasmi 10 herë Allah. 13 vjet shërptorit të tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka thonë kur e ke bë keq, vetë që kaq. Veç ke mujt me bë ma mirë se sa çështo qysh e ke bë. Transmetimin të sakta gjatë jetës së tij, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka rashu plak as një fëmijë, as një gruaje, kur hiç. Gjatë edukimit, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka rre fëmijët e vet, as nuk i ka rre nipat e vet, as nuk i ka godit, jo me rre në të aspektin që e llogaritin rre më shumë me mytjerë ndru. Po goditje të lehtë nuk i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kërkojnë në familjen e vet. Ta ma pedojnë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po pedojnë dhe se ka edukat, wa innaka la'ala
khuluqin adhim, ti o Muhammed je në shkallën më të lartë të moralit. Tash na gjithmonë duhet me pas kujdes me u përngjasu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe sa më shumë niveli i unë edukatës më konë më i afërt me nivelin e edukatës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kur të nisin pastaj muslimanët mos më mjaftu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si shembull për moral, ata i marrin për moral da shembuj të tjerë. Për shembull, rregullat e ushqimit. Islami të gjitha çështjet i ka spjegu, prej më të voglave deri te më të mëdhajat, çka ka të spjeguara. Wa laqad fassalna fil kitab, thot Allah, na e kemi detajizu në libër çdo gjë. Po marrni shembullin e ushqimit veç për e kuptu se për të gjitha drejtimet pastaj vlen i njëjti rregull. Për çështjet e ushqimit, a disa rregulla kena në shariatin ton? Prej fillimit, do e bën ushqimin, e do e vendos ushqimin, e do e nis me hangër, çish me nis me hangër, gjatë ushqimit sa me hangër, deri ku bën me zgat dorën, me cilën dorë duhet me hangër, çish duhet me ul, sa duhet me hangër, çka duhet me pastru për ushqimit, çka duhet me pastru pas ushqimit, të gjitha rregulla të vendosura në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këta muslimanët e moderum, rregullat e bulltonit me kap velushkën, ku i ke mësu këtu? Kush pejgamber ti ka mësu ti këtu? Me dorën e shmajt me kap velushkën, me dorën e djathtë me kap lugën. Kush të ka mësu këtu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ka mësu këtu, kush? Fasuletën me vendos anën e djathtë. Ku ke mësu këtu atë? Kush çka të ka met mara këty me mësue që shhat ushqimi pe qafirit. Ose që shbohat një punë tjetër, ose një punë tjetër, ose një punë tjetër. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala, wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e keni shembullin më të mirë, aty kishën e shembullin. Des dikush që në gjenozën aty bën çështu, ku i keni mësu këtu? Kush ja tha? Martohet dikush atë me bonusi, ato me prek dronat, me hyn kulë me ku ka thon kush ka thon kështu? Jo, është adet, jo është aja, o s'ka as adet as pus. Ka, vetëm ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në të gjitha drejtimet, jo vetëm në një. Në gjumë, ç'sh duhet me rënë gjumë, e ç'sh duhet me çupi gjumit, e ç'sh duhet me pastru gojën, e ç'sh duhet me pastru durët, e ç'sh me pastru trupin, krejt, çka ka në fe. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kur gjë s'do të më marr pi të tjerëve, kur gjë asnjë sen. Për shkak se Islami është fe e pavarur. Islami nuk është fe e mangët. Na ka shpjeguar disa, po kem nevojë për disa tjera, s'ka kështu. Në të gjitha drejtimet Islami është i përkrym. El-yawma akmaltu lakum dinakum. Unë thot Allah e kam plotsuar fenë juve. Për atë në fillim çështja e muslimanëve ka qenë mirë, derisa kanë fillu me përkthy, me mësu filozofin greke. Çka po ju çon juve me marr filozofin greke, aspruf mjafton sa ju Imam Buhariu ta. As një mjafton sa ju Imam Muslimi ta. As një mjafton librat e dietarëve në sqarimin e fesa. Dhe Allah subhanahu wa taala i pasmëshiruat të gjithë dietarët të cilët kanë dhënë kontribut. Na kret fen tash e kena këtu përpara veç me lexu, që kaç as nuk kem nevojë me ngome gjet hadithet, se i kanë gjetë ata para neve. As me nxjerr dispozitat me zbrit se i kanë zbrit para neve. As me kur gjë hiç na veç që kena për detyrë me lexu. Ja s'më du këta, po duan filozofi, ani dhe shko atje, po atje të na veç du të me hek dorë për këtuhet, se ato të dyja të bashkë nuk shkojnë. Pastaj kanë morë për edukatës e persianëve, pastaj për edukatave të popujve të tjerë, edukatat e tyre, adetet e tyre, traditat e tyre,
nuk kanë qenë në përputhje me atë që ka thonë Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ky është një prej shkaqeve kryesore pse ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sot është në gjendën në cilën është. Thot Allah subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ju keni në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të dërguarin e Allahut shembullin më të mirë. Për çka duni? Çka po ju vjen? Kretë kije kështu çysh e ka bën pejgamberi sa më çashtu bën e ti. A je musliman? Po ti dush me bën çysh ka bën pejgamberi jot. Jo çysh ka bën ai tjetri atë. Kush do kofta, cili do? Thot Allah subhanahu wa taala pastaj, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, nëse pretendoni se e doni Allahun, atëre punoni që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse thoni që e doni Allahun, a i keni punë që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukum Allah, e nëse i kena punë që i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëre Allah thot ju don juve, wa yaghfir lakum dhunubakum, pastaj kur ju don Allahu juve, u afal gjunat e juve, dhe kur na do që Allah subhanahu wa taala ja fal gjunat, atë nuk e dënon me zjarr, por e bën prej banorëve të xhennetit. E lutim Allahun subhanahu wa taala që na bëj të jemi sa më afër në çështjet e besimit me atë që ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sa më afër në çështjet e praktikimit të shariatit me atë që ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe sa më afër edukatës moralit që ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.